Përshëndetje! Hello! Ja ku jemi sërish në një video tjetër, por sot me produkte nga Temu, të cilat do t'i vlerësoj Anxhi, por prisni se kam një dhuratë për ju. Keni një kupon prej 100 eurosh, ku ju mund t'i përdorni, do shtypni kodin tim që u shfaqet këtu dhe i keni dhuratë. E dëgjove? Po. I ke dhe ti dhuratë. Edhe unë? Po. Kështu që çfarë produkte kam marrën këtu, ne do t'i shohim bashkë, ndërkohë mund t'i përfitoni dhe ju, mos harroni të shtypni atë kodin që u shfaqet në ekran, dhe keni atë kuponin prej 100 eurosh. Dhe nuk e di çfarë do donit më tepër, por kjo është super dhuratë. Motra më falë, je sigur që edhe unë mund të përfitoj? Po, ti të gjithë. Kështu që sa ta mbyllim kamerën, ti mund të ysh dhe ti shikosh produktet dhe të zgjedhësh çfarë të duash me 100 euro. This is my day. Këtu kam produktet që Anxhi do t'i vlerësoj me nota nga 1 tek 10, disa edhe duhet i gjetë çfarë janë, sepse kjo se ka iden çfarë janë. Kështu që unë do t'ja tregoj me radhë, kjo do t'i vlerësoj dhe do gjetë çfarë janë ato që nuk duket sikur janë ndonjë produkt i caktuar. Si i ke mbajtur gjithë këto? Oh, i kisha ftuar në një qese, janë shumë. Këtë zgjedh një me sundimi. Mosat. Hap. Çfarë është? Ti duhet ta gjesh çfarë është kjo. Ndërkohë për të gjithë ju, unë do lidh disa video ku i shpjegoj më mirë si përdoren, çfarë janë. Pra do t'i keni ndërkohë që ne flasim, kështu që do ju shfaqen edhe ju, ndërkohë që Anxhi duhet ta gjejë dhe çfarë janë. Kjo është nga të shkarkon ujin në tualet. Jo. Që edhe aty. Ku i shkon mendja këtij njeriu? S'është nga ato, më përme ajo është. Jo. E mbush me ujë e vetë atë që e shtyp. Motra. Kjo është për në frigorifer, vëm ujë këtu, mund të vëm kastraveca, mund të bëjmë në detox, edhe rrie ftohtë këtu dhe ne ndërkohë. Si e ve ujin aty? Ja, ta tregoj unë. Hapet kështu. Po këtë për çfarë ka sigur? Ja vëm sipër që mos marri baktere në frigorifer. Te kjo pjesa këtu e mbërtheva. Po si e ke studiuar ti motor këtë, mos e gabim. Jo, më ashtu është. Kjo është kështu më që e shtyp atë, Ja. pastaj edhe nëse ta hapësh shit mund del Këtu do ketë ujin, edhe vëm në frigorifer dhe këtu e hapim kështu. Këtu gota dhe pim me këtë. Ndërkohë ja vëm dhe këtë. Është interesante kjo zale. Edhe mbaun goxha, nuk e di sa litra ishte, duhet ta shikoj, por që e porosita se Sa më duk shumë litra, një 10 interesante. litra ishte. Jo, mund të jetë një 2 ose 3. Si këtu e hap çezën Po. edhe del kjo, a? Hap çesmën, po, themi. Ua, është sa e lezetshme. Çfarë note do t'i jepi kësaj? Kjo që nga fantastike, kjo që nga mirë të vesh edhe në dhallë kur bën kështu Po, nga edhe për për gjithë dhallë, familjen. do thoja, edhe Mbush me dhallë Po. ato ishte nga një gotë të gjithëve e aty me një co byrek është. për mrekulli. Kjo më Unë duhet do shumë t'i jepja interesante. 9-10, do t'i Në jepja, qoftë më është pëlqen. funksionale, unë do t'i jepja 90. Okej, e provojmë, ne do ta provojmë. Unë do ta provoj ndërkohë dhe në shtëpi. Okej. Ndërkohë dhe ti mund ta mbash, të ta dhuroj ose merre ato me 100 euro Do kuponin. ma adoroj. Ndërkohë Të gjej motra një. Anxhi do kontrolloj diçka Mora një gjë të tjetër. madhe. Prit. Merre. Çfarë është kjo? Ka pa dy gjëra. Dy gjëra janë të njëjtat. Ua, shallësh më. Jo, gjej çfarë është. Hajde japim në një kohë. Mo u duk si shall. Çfarë mendon se janë? Si shall program, do po kjo që nga e trashme duket. Edhe këtë s'po e gjejnë Anxhi. Edhe shoqë. Këto duke se janë kosha që ve rroba. Ai gjeti. Janë e zgjuar unë. I am very clever. Është, e ke parasysh për jorgan, për jo tipik kosh, po për të futur për shembull kur i futim rrobat e dimrit që nxjerrim të verës, e këtu mund të futim rroba, mund të futim batanije. Që është sa e thellë që nga shumë e mirë. Edhe këto mua më duken Bravo, te mu super. gjëra shumë interesante. Po. Çfarë mendon se ka këtu? Ja, mund të shikosh kaq. Bukë për të ngrënë. Shikoj sa e lezetshme, mbaje pak. Është kështu. Të Është për pëlqen? mjaltin. Besoj që për mjaltin Unë do mendoj ishte se më kjo mirë. është për mjaltin dhe që nga Meqense shumë e e ka dhe lukën, edhe edhe aty. mjalti me lukë truri nuk ju vetit. Që ka shumë cute. Më dalë me qelqeshme. Qelqme, ja. Ua, sa e bukur. Qelq me bambu, a? Po. Unë edhe kësaj jam 90, unë vdes për të. Edhe unë kësaj 90, bile po mendoj që pak bambuje janë shumë. po, janë të lezetshme. Janë edhe higjienike. Dru me dhe- xham, super estetike, por po mendoj të marrë një 2-3 të tjera ti mbajt të kombinuara, mbase për sheqer, kafe, Po, diçka e tillë, po. do shkonte. Interesante. Këtë merreni dhe ju se ishte super. E keni aty me kuponin, mund ta gjeni. I di, shohim do të dhe këto dy kutit. Tani, këta ti e dallon çfarë është, apo do ta gjesh çfarë është. Dale se pas syze mund të shi. Qori. Ndërkohë pat edhe këtë. Mikrofon është më? Mikrofon.
Pjaster për të bërë kaçurela. Pjaster. Janë ato kaçurelat si dalgë. Unë e zgjodha atje, nuk e di si do funksionoj. Aha. Është nga ato si treshe. Po. Me këtë pjasterin vjen dhurat. Shikoni sa interesante e ka këtë pjesën këtu. Vjen dhurat 2 kapsa. Shikoni sa cute, janë pink, edhe ky krari. Kjo është kështu. E shiko? Edhe këtu këtë? Po, edhe e bën atë honden. E ke parasysh ajo hondja që është si valdeci? Ajo është. E kam parasysh. Bëshu si naturale ajo. Po, ndërkohë po ju le dhe një video këtu që në momentin që unë e provoj dhe ta shikoni ju nëse ja vlen ose jo. Po ju pëlqeu, por si teni dhe ju. Ma pëlqej ka shumë ngjyra që Po, ngjyra është shumë e lezetshme. Edhe Ka kjo dhe duket këto shumë e butona lehtë në që mund ta përdorim. fikësh, ta ndezësh. Duket shumë Po, interesante. thjesht e vendos kështu edhe bën. Ha, më thuaj tani, kam zgjedhur gjëra të bukura? I do ti? Jo, i ke zgjedhur shumë të bukura çfarë fjalën. Ti më duket se ke si kjo apo jo? Çfarë është kjo? Është një furçë që mund të përdoret në pastrim për kuzhinën. Jo, un kam një të Për çfarë? gjatë. Ajo është për të larë trupin, fakt. Jo, s'është për Edhe trup. nga që nuk e përdor për trupin, kam thënë e përdor kur laj. Imagjinoni Anxhin duke larë trupin me këtë. Ha, që ka me kështu me tekë jo, kjo të kri ka fare. Jo, motër, jo. Ja. Ja, kështu e kam dhe unë. Ti këta marrë se e kam ande. është me mami. Dami unë grrr. Dami unë grrr. Okej. Kjo Këta ashtu, bëj me këte, motër. mendoj që Po gjo, çfarë lanë me këtë thë ti? çdo gjë që do të për të pastruar në Kjo shtëpi. më shumë funksionale për mendimin tim. Ose kur i ke Dalë thënë se ata kemi- ashpra, motër. Ah. Di që i përdor atë Për grrr. trupin. Jo, Ha? kjo është për në shtëpi për pastrim. Mendoj që edhe këto furçat e tjera që ka për lavamanin, për shembull, që mos i futim duart në ilaç, këto janë super. Kjo që ka motër, kjo që ka nuse djalit, kjo të Po tamam nuse djali. Deri nuse djalin në punë me këta, edhe? Ja. Unë ndërkohë po ju le dhe video kur i provoj, mbasa ju duhet dhe ju për pastrim. Edhe kjo më pëlqen. Pse ta bërkësh me duar e po çfarë s'ka. Sidomos mua që ju Që betohem ata që më duart. bëhen duart, Wow. nuk e di sikur punoj në ndonjë vend super të vështirë. Çfarë nuk kanë bërë, është interesante. Bravo Temu, bravo. Unë po zgjedh nga 2 se kemi aq shumë produkte me këtë kuponin 100 euro sa nuk di çfarë të marrësh më përpara. Shife ti këtë, unë shikoj këtë. I hapim në një kohë ndërkohë. What is this? Unë ka marrë këtë si tip termosi. Që Anxhi do ta vlerësoj, por më duket goxha cilësor. Nuk e di se sa kohë do ta mbaj ushqimin e ngrohtë, por Çfarë është kjo, duket për të mbajtur atë? Po. Ah, E ka marrë kur bëjmë ndonjë piknik për Edhe unë shembull. kam dashur Ka dhe një këtë të tillë. lugën këtu. për në punë me në një aty. O, për në punë është shumë e mirë. Më tra shumë nice kjo është, ka e. Ndërkohë që kjo që ka shumë cute, edhe në foto dukesh e bukur, por Po pas wow. ka goxha fuqi, moj. Ko. Shumë interesante. Po këto tjetër. Për ta marrë me vete këtë, merr edhe ca fruta, bën një smoothie në natyrë. Dale. Po botën Ah, tjetër. ka dhe gotë. Ka dhe një kështu. Apo mos e hedh atje, si e ka? Mbasa është që edh këtu, pijen, për shembull që bën, Aha, edhe e pinë aty. edhe këtu, ja, kështu e pin. Shumë interesante. Kjo është. Edhe kjo është shumë e mirë. Motra, si ka? Antistres kur ishim të vogla. Tani çfarë mendon që është kjo? Tash jemi në pjesa qelloje dhe fitoje. Po edhe tasa ke marrë me. Nuk është Ka tas. pare është. Tasë çfarë? Ka ti s'ke shans ta gjesh. Hajde gjeje. Ndërkohë unë po luaj pak me këto. Çfarë mendon që është? Mos na e vesh si ata muratorët kapeleks. Po e vura njërën po. Çfarë është kjo? Çfarë mendon që është? Po kjo është kështu. Hedh ndonjë gjë këtu që është plan. Jo, jo, Që jo. e lan dhe pastaj e hap këtë që të iki uji. No, 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 no. Prit. Po mendojem ku e ka këtë gjanë. Ha, kjo është kështu. Tash Që mbas sa ke e bërë një kuptove. gjë të ngrohtë për shembull. Edhe vesi për të mos vinë mushkonjat. Jo, kjo është për në mikrovale kur e ngron ushqimin. Kjo është ka sile për në mikrovale e fut edhe nuk merr baktere ushqimi aty. Kemi E mbulon pa shumë pjatën. jetën gjë, Po thash. jo për ato insektet. Kështu që Po si nuk shkrin kjo? jo, është ka sile për mikrovale.
Çfarë materiali shumë? Ja, e mban edhe këtë këtu, e hap që do me thënë të marr ajër, edhe duket fantastike. Që më interesante. Nuk shkrin, është kasile për ta mbuluar. Kështu që edhe kjo është shumë okej. Unë të gjithave dje t'ju jap se i kam zgjedhur me dëshirën time, por t'ju anë si të duket? Në fund do na thuash çfarë të pëlqeu dhe më shumë. Mua më duket shumë interesante si ide, po gjithmonë me atë idenë që kjo nuk është për mikroval, po është për atë që thash unë që ta vesh sipër. Po mirë, edhe kur bën ndonjë gjë mund ta mbulosh që mos marr plura. Interesante është. Po. Unë nëse do e përdorja që mos merr plura ose miza në një ushqim, do i vjen 90. Kemi dhe këtë qesen këtu, motra shikoj një gjë sa e bukuros, po ti zgjidhe vetë. Fute dorën me sy mbyllur dhe zgjidh diçka. Mosa. Jo, ata e pe, zgjidh një tjetër. Ata e gjithi çfarë është. Ndërkohë, unë po hap edhe këta, me qanë që e qodhi. Sa e bukur kjo. Kjo është kështu. Jo. Ashtu, do e mbush me ujë që të freskohesh. Kjo është që e bëjmë me vaj dhe bëjmë ato tavat ose për të bërë cupcake për shembull ose e ke parasysh për të bërë muffins. Që është përket. Përket, po tavë. Pak vaj. Po pak. Po pse kjo mund të përdore edhe kështu për freski, e merr në plazh këtë, e mbush me ujë. Po me ti përdore për çfarë do duash. Është funksionale mendoj, e? Ndërsa kjo, çfarë mendon që është kjo? Këtë e di ti çfarë është. Kjo është nga ato që vjen tualetet, furça, gjëra. Po, dhe shikoni sa cute është, prit ta vendosim pak këtu. Shumë e lezetshme. Edhe e rrotullohet kjo. Si rrotullohet? Ja. Ja. Kur do diçka që mos e kapësh këtë, e kthen kështu. Është shumë e lezetshme, edhe këto i kam me gold. E kam parë diku si kjo, shumë e bukur. Çfarë është kjo batana? Ja. Se ku e kam dëgjuar unë këtë? Është për të bërë pjesën e rënjës, për t'i forcuar flokët. Për rritje, për trashjen për t'i rritur, për t'i trashur. Jam shumë kurioze t'i provoj, kështu që pse jo. Të shohim si do jenë, ndërkohë më ndiqni edhe në Instagram që të shikoni review-t e mia për këto produkte. Pyetje që do bënin djegësit është, pse ke marrë gjithë to? Po ja, do t'i dhuroj ty. 3 do t'i dhuroj ty, një do ta mbaj vetë. Really? Po. 4 janë, ja, i lem këtu dhe në fund merri. I të bëftë mua promë më shërë. Unë e kam dëshiruar shumë një tatil. Kjo është nga ato që e mbush me ujë bet në akull. E gjeti. Dhe bën skincare. Po, këto e bën me akull, e fut në ngrirje dhe si e bën me akull, me bën me ujë? E bën me akull këtë, do më thënë kjo bëhet akull. Mbushet me ujë kjo? Më falë se... Prisni, shikoni ku mbushet. Ku mbushet me ujë? Mbushet këtu, me ujë. Si dhe kur e hap? E mbyll, e le në ngrirje. Dhe kur e hap, kjo hapet se normal nuk ngrin. Edhe del ajo me akull. Del këtu vetëm akulli dhe masazhohet fytyra, ndërkohë po ju le edhe një video. I need this one. Në momentet kur e provoj. Do marrë dhe unë të tillë sepse... Edhe shikoni sa ngjyrë lezetshme. Është shumë efektiv dhe kundër rruzave ajo. Pastaj këtu, përderisa është kaq vap dhe mund të blem ndonjë tas akullore ose mund ta bëjmë në shtëpi. Po ta bëj vetë akullore. Po, do bëjmë vetë akullore dhe ta bëj vetë. Kjo luka, hop. Kësaj notën 10 do t'japësh se e ke qef. Asaj 10 po dhe kësaj më pëlqej ka shumë. Po, janë gjëra që duhen shumë tani në vetë. Do bëj unë akullore, edhe do t'ja ndaj me shumë, me topsa të vogla këtyre. Këtë kapsën do t'u adhuroj. Nuk e di po të pëlqen, po janë shumë trendy, shumë të bukura dhe shumë in në këtë verë. Po prit se dhuratat nuk fillojnë kështu. Që tani. Kur fillojnë? Që ka interesante kjo. Është shumë e bukur. Është si këto që viren për shembull. Që ka cilësi shumë e mirë sepse materiali është si material ekur, po, shkoni. Do kënaqem me këtë tërverë. Është shumë e lezetshme dhe kjo lulja kështu si roz. Shumë e bukur. Kemi dhe këtë gjën këtu, që ti besoj di çfarë është. Për qershitë. Po jo, dhe jo për qershitë e bëm radhën e parë, nuk do marr dyer për qershi. Po për çfarë është më? Kjo është për hudhrën, e futim hudhrën këtu ne. Edhe nxjerrim të shtypur. Po, e shtyp kështu dhe del hudhra këtu. E bën brusketa, mund t'i bësh me hudhra me domate, me krip, me vaj. Po, e shtypun që ja veç çupës në salca, hudhrën këtu. Ashtu del si ajo. Po, e shtyp, po. Dhe bëhet kështu, e? E del këtu. Edhe kjo më duket një material shumë i mirë. Them në shgocë për shpikje. Kështu që unë mendoj që ja vlen. Si të duken ty motra këto? Kaq kishim. Kaq kishim, s'vese se kemi gjëra të tjera. Ka në gjërat e për mua.
kaq kishim dhe ishin super shumë. Nuk e di si është dukur video, po unë jam kënaqur me gjithë këto dhurata me 100 euro kupon. Kështu që po juftoj dhe ju që të shkruani kodin që u shfaqet, unë po ja tregoj edhe një herë kodin. Hyni tani, shikojni, ndërkohë e mbyllim shpejt e shpejt videon që ty dhe Anxhi ti marr dhuratat e saj, apo jo? Iki motor. Pacim! Bye.